apo shkaktojnë vaksinat autizëm? Kjo është një pyetje të cilën unë dhe shumë mjekë të tjerë e hosin pothuajse çdo ditë. Apo shkaktojnë vaksinat autizëm? A është fëmia ime i rrezikuar dhe a mund ta marrin autizmin apo të kontraktohet autizmi nga vaksinat? Këtë pyetje e bëjnë shumë shpesh edhe prindërit e rinj, të cilët i kanë fëmijë tashmë në moshë adekuate për vaksinimin kalendarik. Por nga ka lindur kjo ide? Kjo ide ka lindur nga viti 1998 në një publikim të bërë pa bazë dhe pa fakte nga një autor i vetëm dhe e cila më vonë është larguar në çdo platformë të mundshme të studimit, sepse nuk ka asnjë fakt të lidhur me vaksinimin dhe autizmin. Vaksinimi është një ndër format më perfekte të eliminimit të shumë sëmundjeve të cilat tashmë janë e shkuara njerëzimit. Ju keni dëgjuar shumë shpesh për frusin, për lin, për sëmundjet meningjale, për parotitin, për hepatitin. Të gjitha këto kanë qenë sëmundje pothuajse vdekjeprurse ose ta themi me shumë probleme i kanë lënë fëmijët të cilët nuk kanë qenë të vaksinuar në periudha të shkuara. Tashmë shumica prej këtyre sëmundjeve janë lehtësisht të parandalueshme. Duke u nisur nga ky fakt, e shohim se vaksinimi është ideal për të shpëtuar fëmijët në përditshmëri. Një studim i vetëm i bërë në vitin 1998 nuk mund ta rrëzoj trashëgëminë shekullore të vaksinimit. Për këtë arsye, unë si mjek, po besoj që të gjithë jemi dakord që vaksinimi duhet të kryhet në kohën e duhur, në hapësira kalendarike. Unë kam hasur shumë shpesh në histori personale të nënave të reja apo të baballarëve të rinj që i kanë lënë fajin drejt për drejt formave të ndryshme të vaksinimit. Duke më thënë kështu, fëmiu ka qenë shumë mirë, mbas vaksinimit ka filluar të ketë shërbullime të personalitetit apo të ketë shërbullime të cilat janë lidhur me autizmin. Prindërit e duan një fajtor, e duan një shkak për ta lënë fajin tek vaksinimi. Por mund t'ju garantoj që një studim i fundit i bërë në Danimark me mbi 200 fëmijë ka rezultuar që asnjë formë vaksinimi nuk e shkakton autizmin. Mund të ketë lidhje e cila nuk është e drejtë për drejtë me autizmin dhe kështu për këtë arsye të jepet faje vaksinave. Por një gjë nuk qëndron, duke u bazuar nga vetë fëmiu im, e në shumë fëmijë të tjerë që unë shoh në përditshmëri që nuk kanë pas asnjë lidhje me autizmin. Kështu që rekomandimi im është gjithmonë të vaksinohen në kohën e duhur, në mënyrë që të evitohen sëmundjet që tashmë janë të njohura, që merren sidomos në vitet e para të jetës dhe mund të jenë fatale apo me pasojë shumë të rënda për fëmijët tuaj.